Kryebashkiaja e Komanduar e Tiranës Anuela Ristani për lavdërim Barajn fshin me gomë 20 kompani dhe i skualifikon nga tenderi. Skualifikimi i të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit. Skualifikimi i ofertës me vlerën më të ulët. Këto dy veprime të Anuelës i ka kapur filtri antikorrupsion. Për shkeljet e konstatuara, Open Data Albania e ka shënuar me flamur të kuq. Biznesmeni ka bërë vend tashmë në aferat e Ristanit me paratë e rrugëve. Së fundmi Bashkia e Tiranës ka zhvilluar tenderin ndërtim rruga e fshatit Ismaile dhe Çekve, fshati Gërblesh. Për këtë projekt që financohet nga të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2026 janë ndarë 133 milion lekë të reja pa të vëshë. Në tenderin e mbajtur më 26 mars 2026 aplikuan 32 operatorë ekonomik dhe bashkime kompanish. Nga ana tjetër, Komisioni i Anuela Ristanit i skualifikoi më njëherë 20 operatorë mes të cilëve të gjitha ofertat që ishin më të ulta se shifra e propozuar nga Glavenica SHPK me pronar Lavdimir Barajn, i mbështetur në këtë tender nga Lacaj SHPK. Nga shqyrtimi i dokumenteve del se Bashkimi i Operatorëve Ekonomik, Inerti SHPK dhe Alges Construction SHPK ka bërë ofertën 69.2 milion lekë të reja pa të vëshë. Në këtë nivel është edhe oferta e bashkimit të firmave Agicons SHPK dhe Colombo SHPK. Ofertë më të ulët kanë bërë dhe LTE Construction, Bashkimi Rozafa 94 SHPK dhe Owen SHPK. Po ashtu, kompania Vëllësirt Hyse SHPK. Me ofertën më të ulët prezantohet edhe bashkimi Kompania Riviera 2008 SHPK dhe Asi Invest SHPK. Me ofertë më ekonomike se sa ajo fituesja është edhe bashkimi i firmave Colombo Ltd SHPK, Dajti Park 2007 SHPK dhe Joint Venture Ndërtimi SHPK dhe Selami SHPK është në këtë nivel oferte. Për të ardhur tek Nika SHPK, që po ashtu ka ofertë më të ulët se bashkimi Lacaj SHPK dhe Glavenica SHPK. Megjithatë, kompania Glavenica e Barajt do të shpallej fitues se më 11 qershor 2026 pavarësisht këtyre fakteve. Tenderi është për një rrugë të shkurtër afro 1 kilometër që kryetaria Ristani ka premtuar ta mbyll para zgjedhjeve vendore. Por duke parë se si eci tenderi dhe cili e fitoi, kemi rezerva. Kjo pasi kompania në të kaluarën ka mashtruar me situacionet e punimeve. Operatori ekonomik kontraktues Glavenica SHPK ka pronar Lavdimir dhe Majlinda Baraj, ndërsa administratori është Jona Baraj. Kompania e familjes Baraj, duke qenë se favorizohet nga zyrtarët e PS-së, është e mbushur plot me kontrata në përduar. Kështu më 19 shtator 2025 Glavenica SHPK ka marrë një tender 1 milion euro sërish me ofertën më të lartë. Pronarët e firmës fituese Glavenica SHPK me bazë në Ballsh janë mbështetës të hapur të PS-së. Në faqen zyrtare në rrjetet sociale promovohen aktivitete elektorale të Edi Ramës dhe të Taulan Ballës. Si shpërblim kanë marrë gjithë paratë e rilindjes urbane në këtë zonë. Dhuratë e rilindjes për këtë subjekt ishte edhe tenderi i Bashkisë Korçë me objekt të rikonstruksioni i shkollës nëntëvjeçare Sotir Gurra dhe ndërtim palestre. Fondi afro 1 milion euro është përfituar në gusht 2025 me flamur të kuq. Ndërkohë në datë 1 shtator 2025 Glavenica SHPK kishte marrë nga kryetaria e Bashkisë Lushnja Eriselda Sefa kontratën 230 milion lekë, urbanizimi i qendrës Karbonar. Në të njëjtën kohë ka përfituar edhe tenderin me objekt rikonstruksioni i rrugës në Kodrën Kuzum Baba me fond limit 38 milion lekë pa të vëshë. Prokurimi është mbajtur më 9 shtator 2025 në zyrat e Bashkisë Vlorë dhe fituesi është shpallur më 17 tetor 2025. Pa mbaruar këtë punë, më 9 janar 2026 kryetaria Anuela Ristani do t'i jepte Lavdimir Barajt tenderit me objekt ndërtimi i rrugës Verri Ur dhe këtë radhë Anuelës i valvitet flamuri. Këto janë 2 miliard lekë për një rrugë pas dajtit që akoma nuk ka përfunduar. Ndërsa në 30 mars 2026 Baraj do të merrte tenderin shërbimi i mirëmbajtjes së gjelbërimit Bashkisë Kavaj me fond 2.4 miliard lekë. Janë shumë kunguj në sqetullën e Barajt që i ka nisur gjithë këto projekte, por duket qartë se zyrtarët nuk po kujdesen të verifikojnë kapacitetet teknike të kompanisë së Barajt, por vetëm besnikërinë e tij ndaj rilindjes, duke qarkulluar paratë tenderave korruptiv. Biznesmeni Bare nuk mjaftohet që i fiton tenderet duke u favorizuar, por kërkon vazhdimisht të paguhet për punë të pakryera. Këtë gjetje ka bërë auditimi i KLSH-s i vitit 2024 në entin kombëtar të banesave. Nga auditimi i zbatimit të kontratës ndërtim objekt banimi 8 kate dhe 1 kat parkimi nën tokë në qytetin e Gramshit kanë rezultuar mangësi, të cilat kanë të bëjnë me në lidhje me pagesën e situacionit përfundimtar pasi janë shtuar volumet e punimeve. Nga ana e kontraktorit dhe mbikëqyrësit të punimeve nuk është reaguar për rishikimin e librezës së masave dhe situacionit përfundimtar. Megjithatë, ana e bashkisë është zbritur vlera 15 milion lekë. Mosplotësimi në tërësi i kërkesave për këtë sistem konsiderohet si punë e parealizuar, thekson KLSH. Shuma është përfituar padrejtisht nga kompania dhe përbën dëm ekonomik. Enti të kërkojë në rrugë ligjore arktimin e vlerës 9.4 milion lekë nga Bashkimi i Operatorëve Glavenica dhe Alba Construction SHPK
për punime të paralizuara dhe në mos respektim të specifikimeve teknike. Ndërkaq në vitin 2023 nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt ndërtimi, pritave malore dhe murmbajtës në Barç dhe Voskop, Bashkia Korç me vlerë kontrate me të vëshë afro 68 milion lek realizuar nga Glavenica SHPK. Rezultuan diferenca në volume punë të pakryera në fakt në vlerën 1.2 milion lek pa të vëshë. Nga Bashkia Korç të merren masa për arktimin e shumës nga Glavenica SHPK, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit si pasojë e likuiditetit të punimeve të pakryera, rekomandon KLSH. Por le të rikthehemi tek banorët e fshatit Gërblesh, të njësisë administrative Ndroq, të cilëve u është premtuar kjo rrugë sa herë ka zgjedhja. Do të ishte mirë që të denoncohen menjëherë nëse do të ketë vonesa të projektit, sepse Glavenica e Bares, mikut të Anuelës, është e mbikërkuar me punë publike. Nga ana tjetër, qytetarët duhet të hapin syt, të mos mashtrohen me dy makina me çakull dhe asfaltin përsipër. Dyshohet se kjo mund të ndodhë, pasi mbikëqyrësia e punimeve të caktuar nga Bashkia e Tiranë për këtë rrugë, për koincidencë, është gjithashtu nga Mallakastra. Pra, ka afërsi mes palëve. Më 14 maj 2026 tenderi i lotit 1 mbikëqyrja e punimeve për objektin ndërtimi i rrugës së fshatit Smajlve dhe Çekve, fshati Gërblesh, i është dhënë kompanisë Arena MK. Arena MK SHPK rezulton se ka qenë pjesë e disa raporteve të auditimit nga kontrolli i lartë i shtetit në institucione të ndryshme si Bashkia Mirdit, ujësjellësi Shkodër, Bashkia Dimal dhe Bashkia Beqin. KLSH ka gjetur mangësi apo parregullsi në zbatimin e mbikëqyrjes së kontratave. A zgjedhur kjo kompani Enkas që të mbyll syt kur Lavdimir Baraj të lërë punimet pa kryer?